sepse është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi shumë më tepër në punët tona dhe të përqendrohemi shumë më tepër në objektivat tona, duke parë të gjithë përpara dhe duke shmangur shikimet mbi njëri tjetrin, mendoj unë. Dhe sigurisht drejtësia ka detyrë të hetojë, të gjykojë, të ndëshkojë apo të pafajsojë, krejt e pavarur prej nesh, ndërsa ne kemi detyrë të realizojmë objektivat, të marrim vendimet e duhura dhe të zbatojmë programin për cilin jemi zgjedhur. Krejt pavarur nga drejtësia. Koha e të ashtu quajturave dorëheqje morale nuk diskutohet që do të vijë, por pasi të kalojë kjo fazë revolucionare e pavarësisë drejtësisë, ku Shqipëria figuron si vendi me një rekord të zymt europian, që unë e përsëris dhe e përsëris, dhe sfundmi u fut edhe në Guinness si vendi unikal i botës, i planetit, i historisë botës, ku një gjykatës i jep drejt një prokurori mbyllur atje dy bashkë në një zyrë për të pezulluar një ministër, apo ku një gjykatës apeli i jep drejt vetes që t'ia kërcasi kokës dy fish dënimin atij që shkon ankohet në apel për të marrë një dënim më të lehtë. Këto janë rekorde për Guinness, këto nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Tani, për ta mbyllur, se nuk rrit dot pa e sjell këtu dhe një fakt tjetër, në një bisedë para jo shumë ditësh me disa nga shokët e grupit, s'kishte as një shoqe, çuditërisht, më tha trosh se unë duhet ndihem përgjegjës për reformën drejtësie. Cop. Natyrisht jo vetëm unë, se ka dhe një tjetër këtu që duhet të jetë përgjegjës. Por aty më tha mua cop. Sepse jam unë fajtori kryesor që kjo reform ka prodhuar këto efektet e dëmshme anësore. Jam i bindur që jo vetëm ata, po duhet të ketë plot këtu që mendojnë njësoj si ata, dhe që edhe si disa ish mbështetës të flak të reformës në drejtësi në mexhelisë mediatik, i përmbledhin të gjitha këto në një fjalë që unë as e kam thënë dhe as do ta them ndonjëherë, dështim. Tani unë e mirë kuptoj zhgënjimin jo dhe aq të shokëve që e kanë votuar reformën apo kanë punuar për të, sepse ta quash dështim reformën drejtësi nga pozitat e mbështetësit dikurshëm mediatik të saj, je në drejtën dhe mbas edhe në detyrën tënde për të vënë alarmin, sipas perceptimit tënd. Por ta quash dështim nga pozitat e grupit projektues dhe miratues saj, do të thotë të mos shohësh më larg ditës së sotme, të mos llogarisësh përtej kostove aktuale dhe të mos vlerësosh më shumë se sa komoditetin tënd. Ndërkohë që unë kam qenë dhe mbetem kokfort në mbrojtjen e bindjeve të mia, jam gjithnjë më pak rezistent ndaj mundësisë që ta kem gabim. Por jam interesuar të kuptoj kur kam gabuar, ku kam gabuar, që do thotë se kam problem të pranoj gabime. Kjo është provë e sigurt që nuk jam më i ri. Por sinqerisht jo vetëm që nuk e gjej asnjë arsye strategjike për ta pranuar opinionin se reforma drejtësi ka dështuar, dhe as pak për kokfortësi, po e them prap këtu mbas gjithë tyre që thash, 100 herë të thesha mbrapsht, 100 herë do zgjidhja reformën drejtësi
me të gjitha të mirat dhe të këqijat e ardhura prej saj, krahasimisht me alternativën, atë batakun e llahtarshëm, pa asnjë dritë të ardhme, pa asnjë shans për të marrë respektin e askujt, dhe pa asnjë mundësi për të ndjerë i respektuar në rast se larg qoftë rruga të çonte nga ajo derë. Nuk i hedhun poshtë shqetësimet që ndan me mua shokët në fjalë, apo gjithçka që ju ndani mes jush për problematikën e mprehtë të këtyre efekteve anësore në jetësimin e pavarësisë drejtësisë. Ashtu sikur unë respektoj shumë për të vërtetës edhe pse nuk e ndaj opinionin atyre që janë thellësisht të zhgënjyer dhe që e thon publikisht nëpër media si aktor mediatik. Por ka një gjë që nëse gjithë tjerët mundet vetëm të konstatojnë, duke shkuar nga ekstremi i hosanave për drejtësinë që vret dhe pret, me gjyq pa gjyq, me prova pa prova, me drejt pa drejt, nuk ka asnjë rëndësi, sepse rëndësi ka të vriten e të priten sa më shumë njerëz tek ekstremi i deklarimit dështimit reformën në drejtësi, detyra jonë është të udhëheqim. Duke qeverisur sa më mirë çdo ditë, pa u ndikuar në këtë proces nga hyrje dalje të drejtësisë në territorin që kushtetuta na e ka njohur si hapësirë të pavarësisë son, si dhe duke reformuar dhe përmirësuar në mëtej kuadrin ligjor të Republikës së Shqipërisë. Pa harruar ama asnjë çast se konteksti krejt i ri historik i negociatave të antarësimit na detyron të mbajmë pesha gjithnjë dhe më të mëdha në aspektin e parafrimit ligjeve tona me ato të Bashkimit Evropian, por dhe na jep mundësinë që të përfitojmë nga eksperjenca dhe ekspertiza më e kualifikuar në çdo fushë të interesit tonë dhe sidomos në fushën e shtetit të drejtës. Kush në radhët tona mendon sot se reforma drejtësisë ka të shtuar, sepse dje ka menduar që ajo do zbatoj pa gjak, pa lot, pa djers, në radhë parë brenda familjes tonë politike, duhet ta gjej te vetja fajin që ka qenë dritë shkurtër. Ndërsa kujt është duke menduar se unë po i them këto fjalë pa i besuar as vet, apo se kështu i do drut mushka e Europës, ju them ktheuni tek fjalët e mia shumë herë më parë për drejtësinë. Para miratimit, gjatë miratimit dhe pas miratimit reformës, dhe pa filluar fare ky përshkallëzimi i pritshëm i viteve të fundit. E kam thënë dhe herë tjera unë që nga gjitha reformat që bën politika, kjo e drejtësisë, kur është e vërtet, është më e rënda, sepse lidhet drejt për drejt me lëkurën e politikës. Prandaj nuk u bë kurrë një reformë e vërtet në drejtësi, dhe prandaj nuk pati kur drejtësi në Shqipëri, dhe prandaj asnjëherë nuk e pan shqiptarët një njeri me pushtet të shkonte para drejtësisë, qysh nga viti 1912 deri kur ne së bashku, unë me ju, vendosëm të bëjmë reformën e vërtet duke hyrë detit në këmbë. Dhe e bëm. E bëm sepse o e bënim ne këtu, ose bënte dot askush tjetër. Njësoj si Shqipërinë 2030 në BE, o e bëjmë ne, o askush tjetër se bën dot. Shikojini vetë rreth e rrotull që nga hunjt e vjetër dhe të thyer që juve që shkoni e hyni në përzyrat e kuvendit i takoni për ditë korridoreve, tek filizat e rinj dhe të shtrëmbër që i keni nga ana tjetër e bulevardit poshtë dritares time, e deri tek ballisti Agron dhe komunisti Arlind, që i mbajnë syt të gjithë ke stacioni trenit, duke pritur që spaku t'i hap rrugën njërit për kotecin e pulave qyl, tjetrit për kasollën e Kaligatit me yll. Unë nuk dua ta relativizoj
problematikën e mpret, shumë të mpret të efekteve anësore të reformës në drejtësi. Përkundrazi, por dua që të sigurohem se të gjithë ne këtu do ta mbajmë shumë fort parasysh beben përpara se sa të derdhim ujin e pistë, që do ta derdhim. Sepse reforma në drejtësi është një investim strategjik i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Për një ndryshim të pakthyeshëm historik në plot kuptimin e fjalës, si pavarësimi i drejtësisë dhe çdo diskutim, reflektim apo vendim i yni si ligjvënës që zotrojmë jo rastësisht, thonë që kur populli zgjedh, populli ndjen. Dhe është ajo që populli ndjen që shtyn rezultatin në drejtime të caktuara që nganjëherë befasojnë të gjithë ata që i shikojnë gjërat nga lart dhe jo nga poshtë siç ishte njeriu i zakonshëm. Por ne, si zotrues të kësaj shumice të cilësuar, në lidhje me sistemin e drejtësisë duhet të udhëhiqemi nga kjo e vërtetë e madhe. Dhe duhet i shërbejmë vetëm kësaj vërtete të madhe. Drejtësia e pavarur është investimi më i madh strategjik i Partisë Socialiste për të gjithë brezat që vijnë. Asnjë hap mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet. Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Hapa përpara po, pa asnjë diskutim. Politika penale, procedurat penale, garancitë juridike për nënpunësit civil, dënimet alternative, rivizimi i kufive mes çështjeve penale dhe atyre administrative, se janë bërë si ato vijat e bardha që kanë vetëm namin po jo nishanin, dhe natyrisht në radhën më të parë ngritja e pjedestalit të shëmbur të prezumimit pafajësisë, jo vetëm si i parim universal i lirisë dhe drejtat e njeriut në një rend demokratik, po edhe si një domosdoshmëri shoqërore për një vend si yni, i cili ka dalë nga një traumë dehumanizimi, si ajo diktaturës prokurorëve dhe gjykatësve të kohës komunizmit, pasojat e cilës luajnë ende sot rolin e tyre edhe në jetën e sotme institucionale të vendit, janë çështjet tona. Në radhë parë, janë përgjegjësia jonë. Ata 58% shqiptarë dhe shqiptare që rrinë në përburgje pa gjyq janë çështja jonë dhe janë përgjegjësia jonë. Ai numër rrënqethës që vendos Shqipërinë të parafundit gjysmë hapi para Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësimeve është çështja jonë.